Pasionin për makina, për vetura, për rrota, dhe më thonë, kam posë kur kam qenë i vogël, dhe zakonisht, dhe më thonë, edhe prej babës, dhe baba ka posë makina, jo garus, por makina ka posë, dhe prej atëherit kam fitu një farë simpatie, një farë dashurie për vetura. S'kom basë ka me dollë, tuj. Dhe prej 2017-ës dhe kam vazhdu dhe më në gara tamam profesionale dhe jam shumicën e garave kam qenë kampion i Kosovës, 2023 kam qenë kampion i Evropës Qendrore dhe tash vitin 2025 prap kam qenë kampion i kategori temi i Evropës Qendrore. Po që realisht nuk ka shumë kohë nështë apo dhëmë kështu kushtimisht që ke njësë me këto, ka qenë diçka nështë pavarësisht pasionit edhe dashnis që ke mujtë me pasë për automjete, ka njësë vonë nështë kjo ideja për me marë pjesë në gara. Që o prezentove nështë familjes, po besej ata e përjetojnë mas keqti kur e qëtë tavëllim, po thëmë kështu një ide, e cila faktikisht mundet me qenë edhe shumë e rrezikshme për ty, për jetën tonë në përgjithësi. Po, zakonisht në krejt përgjithësi garat menojnë që janë shumë të rrezikshme, po unë se menoj është, unë menoj që ma mirë është me rreziku në gara 2 minuta, ose 3 minuta, ose 5 minuta sa është një garë, se se me vëzit në komunikacion të në kohën shpejt. Dhe menoj që qaj njeri që merë pjesë në gara, e fiton atë besimin që veç në gara dhe mon në rrugë nuk vëzit shpejt. Menoj që është normal, familja kam prit që dhe është aja që është rrezik mirë, po nuk është edhe shumë rrezik. Kështu që edhe fëmijën e mi i kam fokusuar ata. Pas nështë anaj dyshem para prakisht kanë qenë hiq kundëra stan prishet sa e përket këti qefi tanë. Normal, familja është kundër çdo senje dhe motor kur vëzit, se vëzit edhe motora, dhe më thonë janë kundër se menojnë që është rrezik dhe në fakt është rrezik, po qa me botash. Kujtis në fakt me